Spak paraqiten në gjykatë prova të reja kundër ish presidentit Ilir Meta, ish bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi dhe 3 të akuzuarve si bashkëpunëtorë të tyre. Bëhet fjalë për një letë porosi të mëritur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej nga rezulton se nga llogaria e një prej shoqërive në pronësi të biznesmenit Adrian Shatku, është kryer një pjesë e pagesës për një nga kontratat lobuese të ish lëvizjes socialiste për integrim. Dokumenti u dorëzua gjatë seancës paraprake në gjykatën e posaçme, por shqyrtohet dosja Meta Kryemadhi. Ish deputetja Kryemadhi pas daljes nga gjykata tha se Spak ka vetëm një qëllim, të mbajë në burg Ilir Metën dhe të vërë nën presion atë dhe familjarët e saj. Prokuroria vazhdon heton, thërret dëshmitar, merr letër porosi, pra do të thotë që hetimi për zotin Meta, Monika Kryemadhi, maman Dime Fatime Kryemadhi dhe të tjerë nuk pas ka mbaruar, por vazhdon. Është vetëm një qëllim për të mbajtur zotin Meta në burg, për të mbajtur Monika Kryemadhin dhe familjarët e saj nën presion. Seanca paraprake për shqyrtimin e dosjes Meta Kryemadhi u shtyr për shkak të mungesës së avokatit të ish deputetes. Ish bashkëshortët akuzohen për korrupsion, pastrim parash e fshehje pasurie. Për të njëjtat akuza po përballen me drejtësinë edhe Fatime Kryemadhi, ish vjehra e Ilir Metës, Ema Çoku dhe Piro Xhixha.